أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر dhe të nderuar vëllezër të pranishëm me këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadhus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani, fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot jemi në hadithin e tretë në këtë kapitull, hadithin 655 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Aisha radhiyallahu anha qalet: Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi bayti hadha Allahumma man waliya min amri ummati shay'a fashaqqa alayhim fashquq alayhi wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihi." Rawahu Muslim. Në rëfen Aisha radhiyallahu anha e cila thot: në shtëpinë time, në këtë shtëpi time, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: o Allah, kushdo që merr përsipër me udhëheq me ummetin tim dhe ja vështirëson atyra, vështirësoj atij. Dhe kushdo që merr përsipër me udhëheq me ummetin tim dhe sillet but me ta, sillu but me te. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Na kemi folë në mësimet e kalume, disa mësime dhe porosi që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa erdhëm me folë të pjesa e kujdesit që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ummetin e tij. Dhe sollëm disa ajete kuranore dhe disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe treguam për rëndësinë që duhet ta kemi ne si musliman sot për njëri tjetrin, hoxhallarët në veçanti, thjerësit islam gjithashtu, që t'i ofrojnë njerëzve udhëzimin dhe t'ua kenë ngala atyre në jetën e tyre që mos kenë vështirësi, sidomos ata të cilët nuk jetojnë sipas islamit, sepse islami është zgjidhje për problemet tona dhe është lehtësim për brengat dhe vështirësitë me të cilat na gjendemi. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive të rëndësishme që dalin është se prej objektivave të islamit, prej qëllimeve të mëdha të fesë islame, është gjithashtu largimi i vështirësive dhe eliminimi i pengesave në jetën e besimtarit. Do të thotë, nëse dikujt i shkon ndërmend, pse falemi na? Namazja është ngarkesë për ne? Apo ka qëllimin e largimit nga ngarkesave? Agjërimi, me ndet pa bukë e pa ujë, a është ngarkesë për ne? Apo ka qëllimin e largimit nga ngarkesave për ne? Të gjitha adhurimet në islam nuk janë për t'ia vështirësuar jetën njeriut. Përkundrazi, ato janë që njeriu tjeton një jetë më të lehtë, më të begatshme, më me kuptim. E tash nëse ndodh për shembull që ai adhurim mua më vështirëson jetën, çka do të më bëj? Duhet më lënë adhurimin. Pasi që qëllimi i Islamit që kam i larguar vështirësitë, a është e saktë kjo? Nuk lihet adhurimi, por gjendet forma më e lehtë e zbatimit të atij adhurimit. Për shembull, ajo që këtë na e kuptojmë më lehtë, vjen muaji Ramazanit dhe ti duhet të agjërosh, të ngelesh pa bukë e pa ujë, që nga koha e imsakut deri në kohën e iftarit, 16 orë, 17 orë, 18 orë, 15 orë, 14 orë, varësisht prej kohës kur është agjërimi, a është dimit, a është verës. Edhe ti je i sëmur dhe agjërimi ty ta vështirëson jetën. Qëllimi i agjërimit është me ta letu, me ta riorganizu
sistemin shëndetësor. Mirë po te tani je i smur. Çka themi na me lon agjërimin se je i smut? Jo. Na themi nuk agjëron për Ramazan se je i smut, por e kompenzon kur shnoshesh. Domethënë, ja ndryshon kohën. Nga koha kur është obligim, e shtyn për në kohën kur ty të bëhet obligim, se njëra prej kushteve të agjërimit është me qenë i shëndetshëm. Kushti i dytë çka është? Kushti i parë është me qenë musliman. Kushti i dytë është me qenë i shëndetshëm. Kushti i tretë cili është? Me qenë vendin tanë. Kushti i katërt cili është? Soni meselet me rregulla. E keni malet. Fëmia e ka obligim agjërimin. Me kon bylik. Këto janë kushtet e agjërimit. Me kon musliman, me kon bylik, me kon i shneshëm, me kon në vendin tanë. Je udhëtar e ke obligim agjërimin? Se ke obligim agjërimin. Kur e agjëron? Kur të kthehesh nga udhëtimi. Je i smur. Se ke obligim agjërimin. Bëhet obligim kur shërohesh. Ande kjo është ajo logjika e shariatit, se adhurimet tona janë për të na letu jetën. Në momentin që na e vështirësojnë, Allahu i madhërishëm ja ndryshon formën, ose ja ndryshon kohën, që tjetë e lehtë për ne, se ti pa mendo, i shnosh me konë, me ndetë 16 orë pa bukë, e pa ujë, të këput, lodhësh, po i smund me konë, bëhet vështirësia e padurueshme. Andaj vjen Islami dhe thotë, je i smund, e sposton, e shtyn agjërimin për ditë kur je i shnosh. Je udhëtar, udhëtimi është ngarkesë, është vështirësi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është azab. Edhe ta vështirëson jetën përgjithësi, edhe agjërimi e shtyn agjërimin kur të kthehesh nga udhëtimi. Namazi, je i smund, nuk falesh, kur shnoshesh falesh. A është kështu? Po falni, se du të mi kuptu meselet mirë. Namazi, je i smund, nuk shtyhet. Nuk shtyhet. Po çka të bëhet? Ndryshohet forma. Namazi është për shtyllave kryesor namaz, për rukneve është kiami, vendin kom. Je i smur, së nërën kom. Ulesh. Rukuja është për shtyllave të namazit, të rukën. Së nërën ruku, me isharet. Sejdëja është për ruknit të namazit, për rukneve të namazit. Shtyllë përbërse. S'mun është me isharet. Po s'mun është as ullët mu falë. Sepse as s'mun t'je teslim që theme na. Shtrinj të falësh. Ande tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, salli qaima, falun kom. O ilem tastati fa qaida, nëse s'mun është ullë, fe ilem tastati fa al-jam, nëse s'mun është atërrat. Ama se namazi nuk ka të drejt të vonimit nga koha e përcaktume, ama ka të drejt me zëvendësue formën, që me kone e përshtatshme për ty. Pse s'mund është namazi me shty, se namazi është ushqimi i përditshëm shpirtnor. Edhe ti nëse përdit nuk e ushqen shpirtin tanë me 5 herë, ai shpirt, ajo zemrë vdes. Edhe ti s'mund është me elon ushqimin, po ja zëvendëson formën e ushqimit. Ama agjërimi është ushqim vjetor, njëherë vjet. Që që ti s'ka gale a e more mujnë Ramazanit, dhe më thonë me arsye këtë rast për. Apo e more mas, me nësi është brenda vitit me marë, edhe ajo të sospun. Ama me shty krejt nuk i drejt. Andaj, Aisha radiallahu anha e shtyn të kompenzimin e Ramazanit kalum, për shkak grave që kanë ciklin menstruar dhe nuk agjërojnë, deri kur? Deri në Shabanin e arshëm. E në mujnë Shaban për Ramazanit arshëm, dhe thot e kompenzon të atë që i ka mbet nga Ramazanit kalum. Që të më thonë e ki një vit afatin e kompenzimit ditëve që ti s'mundesh me agjëru. Dhe thot
nga këto rregulla që na shpesh herë kemi sharuar këtë mezhlis, duhet me kuptu une edhe ti, edhe na, edhe kretë muslimanët, se qëllimi i ibadeteve në islam nuk është me na e vështirësu jetën, por me na e letu jetën. E para, me na mbush neve me energji pozitive, me na bo neve besimtar të devotshëm, të sinqert me Allahun Dhu Xhelal. Edhe kjo neve na e krenari, na e neve vetë dëshmim për kualitetet që i kemi, na e neve përmbushjet vetvetes, janë do karaktere, janë do cilësi që na i fitojmë nga fakti që jemi robë të sinqert të Allahut Dhu Xhelal. E pastaj, kur fillojmë i zbatu ato adhurimet, njëjtë aty kemi lehtësime edhe rregulla që na ndihmojnë neve që ato adhurime mos bëhen ngarkesë mbi supet tona, po të jenë lehtësim. Andaj, edhe ky rast kuptohet qartë nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se tha kryetari i muslimanëve, nëse ja vështirëson jetën muslimanëve, o Zot vështirësoj jetën atij. E nëse ja leton jetën muslimanëve që i kanë nën pushtetin e tij, letoj jetën atij. Pse? Se qëllimi i shariatit është me ja letu jetën njerëzve, jo me ja vështirësu. Sot mediat jo muslimane, jo islame, të kufrit, kur e sulmojnë shariatin islam, tentojnë me tregue se shariati islam është pengesë për zhvillimin e qytetërimeve dhe civilizimeve. Se është, dhe thot, barbar, është i dhunshëm, është jo kompatibil, jo i përputhshëm me zhvillimet moderne bashkëkohore. Këto janë deklarata të pavërteta. Janë deklarata me prapavi. Janë deklarata me qëllime për ta penguar botën nga interesimi për shariatin, jo më jetesën me shariat. Pse? Se në momentin që njerëzive do ju mundsohet me jetu me shariat, ata kur njëherë s'ka më shku mendja me ndru shariatin me ligje tjera, që i kanë prodhu njerëzit. Pse se në start dallime shumë i thjeshtë, për me kuptu. Vjen një udhëzim për një akademikut, edhe vjen një këshill për një analfabetit. Çka thuti? Krahasohen të dy këshilla. Ky akademik, jo doktor shkence, po akademik, do të niveli më të lartë intelektual e ka, edhe ai të jep një këshill, sigurisht ajo është e rëndësishme, është me vlerë, është e shtrenjtë dhe është e dobishme. E kjo analfabeti çka më të kallëzon? Analfabet. Në të njerëzit, kur vjen me na fol një akademik, themi ka ardhur filan akademiki me shku me ndëgju se sigurisht ka më na tregu diçka të rëndësishme. Bile njerëzit janë gatshëm me pagujt pjesëmarrjen për me ndëgju një këshill të rëndësishme nga akademiku. Ama nëse qohet një ignorant me fol, kush e ngon? Se këto reagimet të zakonshme për shkak të informatave që kemi na për pozitën akademike ose intelektuale të akademikut edhe të ignorantit. E kuptoni? Do më mes edhe ai njerë dhe ky njerë. Po këtë din, këtë e ndëgjojmë me vëmendje edhe e zbatojmë këshillën e tij, këtë se përfillim. Po paramendoni tani në këtë prizmë kur na vijnë neve dy ligje, një nga Allahu i gjithdijshëm, edhe një nga njerëzit e mangët. Nëse në rregullin, nëse shembullin e parë, me automatizëm këtë na shkum te akademiku edhe lam ignorantin, në këtë rast cili njeri i mençur ka me zgjedh ligjin që sjellin njerëzit, i cili vazhdimisht updatetohet, mbi ndërtohet, plotësohet nëpër parlamente, edhe ligjin që sjell Allahu i Madhëshëm, i cili s'ka nevojë për updatim, për mbi ndërtim, për plotësim, sepse është i plotë. Edhe çdo njeri i rëndomt, hiç pa pas dije fetare, as me kon shumë fetar, kur të vjen një ligj nga Allahu i gjithdijshëm, i cili i ka sfidu jo vitet dekadat, po shekujt, edhe ka tregu epërsinë e vet, edhe ato që i vjen njeriu, çdo njeri duhet me zgjedh atë që ka dhënë Zoti. Edhe andaj jo për njerëzit e thjeshtë, jo për muslimanët e thjeshtë, por edhe për njerëzit e përgjithësi nuk kanë zgjidhje tjetër përveç shariatit të Zotit. E mos flasim për muslimanët që i thet vetet musliman, edhe fal namaz, edhe kur ti thuhet ti me çka do me jetu jetën tonë, a me shariat, a me kanon, a me shariat,
a me ligjet njerëzve, edhe i thot me kanë nëse me ligjet njerëzve, i thot i ko është islami jëtë. Çfarë islami i kiti? Cili është e islami cili nuk të ka botit gatshëm kemi nështru vendimeve të Allahut xhelal. Andaj Allahu i madhëshëm në Kur'an i ka dhënë rëndësinë e duhur kësaj pike dhe ka bë pjesë për bërëse të besimit të muslimanit. Afa hukm al-jahiliyati yabghun, ata a dojnë qeverisjen e jahiliyetit. Këtë që është jashtë e islamit është jahiliet. Afa hukm al-jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. A ka kush qeverisë më mirë se Allahu për ata që janë të bindur? S'ka. Përgjigja është e qartë, s'ka. S'mundet edhe me pas. Andaj muslimani duhet me eduku veten e vet në prizmën e imanit edhe islamit të tij, vazhdimisht që për të ligj i vetëm i cili është absolut, edhe të cili duhet i nënshtrohemi na çdo herë në jetën tonë, është ligji i Allahut xhallahu, është shariati islam. Edhe me krenari me thonë këtë çështje. Jo me hezitu, jo me mohamendsu, jo. Për mu i vetmi ligj që vlen është valet edhe une që i nështrohem totalisht është ligji i Allahut. Për të arsye që i përmenda, dhe për një arsye tjetër shtesë. Është dëshmu historikisht, me fakte historike, edhe me fakte akademike, se shumica e ligjeve bashkohore, që quhen në thojza pozitive, produkt i njerëzve, përsëri e kanë burimin të ligjet e islamit. Kanë shku perëndimorët, i kanë marrë rregullat fikore prej librave të muslimanëve, i kanë shndruar në ligje dhe kanë themeluar kushtetuta dhe ligje në shtetet e muslimanëve. Sidomos në Francë, që është burimi kushtetuta e Francës ose sistemi juridik i Francës, është bazë e kopjume të shumë shtete në botë. Napoleon Bonaparte, kur takohet me botën islame, e merr një libër të fikut maliki, konkretisht edhe e sjell me vete në Francë dhe i angazhon juristët e asaj kohe që i ka pas, që me marr prej këtij libri të fikut maliki, me domethënë riprodhu në ligje dhe kushtetutë franceze. Kjo është e dëshmuar me fakte, na kena përmend shpesh edhe për disa postime dhe ka plot dëshmi historike për një fakt të tillë. E ata pas e flasin për ligje pozitive. Ku e keni marrë ju atë ligj? S'keni mujt ju me e prodhu vetë. E keni marrë, e keni kopju dhe ja keni dhënë emrin tuaj. Tamam. E keni bërë një kopje, e keni dhënë një formë të re dhe e keni bërë produkt tuaj. Në rregull. Ama ku e merr guximin ti me e shah shariatin në të cilën shariat ku kanë jetuar muslimanët, jo vetëm muslimanët, por edhe muslimanët ja kanë pa hajrin edhe kanë jetu shumë ma mirë se sa sot jeton bota në hije të këtyre ligjeve që dominojnë sot. Andaj njëra për parimeve bazë të shariatit islam është kjo, me largu pengesën dhe vështirësinë nga qytetari musliman. Nëse është kjo objektiv e shariatit, edhe objektiv e kryetarit musliman, do të me qenë largimi e pengesave dhe vështirësive nga jeta e përditshme çdo qytetari në shtetin e tij. Dhe kjo është shumë e qartë në këtë hadith, thot Imam Nevawi rahimahullahu taala, wa hadha al-hadith, ky hadith min ablagh az-zawajir, është prej kërcënimeve më të qarta ose ndalesave më të qarta nga vështirësia që u lëshohet mbi kokë njerëzve, muadhimul hathi dhe nxitja më e madhe për të qenë të butë ndaj tyre, dhe normalisht argumentet fetare të tjera janë të shumta dhe të plota që flasin për këtë fakt. Do të qëllimi i islamit është me largu pengesën nga njerëzit, vështirësinë dhe barrën nga supet e tyre. Dhe kjo është e faktuar, e argumentuar domethënë në Kur'an. Allahu dhu xhelal e tregon shumë qartë dhe thot në surën Al-Hajj ajeti 78, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allahu në asnjë element të fesë nuk ka caktuar vështirësi. Në asnjë gjë. Ma ja'ala aleikum fi din min haraj. Allahu në asnjë pjesë të fesë nuk ka lënë vështirësi,
Thot Imam Ibn Kathir rahimallahu taala në tefsirin e këtij ajeti, ma kallafakum, krejt detyrat fetare me të cilat ju kanë ngarku, nuk janë për te i mundësive tuaja. Por të gjitha ngarkesat fetare janë në përputhje me takatin që kemi na, me fuqinë për mi bajt. Askujt Allahu s'jep me 1000 kg me i bajt, se së iman. Ama 100-200 kg iman. Po flasim njerëzit e rëndom. Sa mund është me majt, ashtë ngarkon Allahu dhul xhelal. Edhe andaj prej lutjeve që i përmend Allahu dhul xhelal në Kur'an, Rabbena la tuhammilna ma la taqata lana bih. O Zot, mos na ngarko për te mundësive që kemi. Edhe pse Allahu dhul xhelal e tha më herët, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu se ngarkon asken përveç asaj që ka mundësi me vajt. Masëre në fund ajeti tha edhe boni një dua. Kjo është ajo lidhja mes ajeteve në Kur'an. Allahu e solli si rregull, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu se ngarkon asnjë njeri përveç aq sa ka mundësi me mbajt. Pastaj tha, o Zot, mos më ngarko për te mundësive të mia që kam. Se kanë herë njeriu disa momente në jetën e tij bëhen ngarkesë madhe e padurueshme, edhe i bëhet dam. Për shembull, një kerr i cili ka kubikazh caktuar, ti më ngarkue me peshë, me tonelata, çka ndodh? E dëmton, 2 sene i dëmton te kerri. Ose marshin, që themi na me njaqin, ose motorin. Se ngarkesa është për te i mundësive, kapacitet që ka, të më mjeti barta që ti e ki. Edhe fetarisht, nëse e ngarkon vetën për te i mundësive tuja, për te kapacitetet që ki, psikofizik, ki me dëmtue njërën për 2 gjërave. Ose fejnë tonën, në më kuptimin e bindjes në parimet fetare, ose sasin e zbatimit të rregullave fetare. Ajo që quhet sot ekstremizëm fetar, është përmend në Kur'an para se me shpik bota. Është përmend në Kur'an Allahu i ka thonë ehli kitab, ja ehli kitab la taghlu fi dinikum, o ju i thtarë të limit mos u bëni ekstremista në fen tuaj. Në Kur'an para 1400 viteve. E tash, pse mos me tepru me ngarkim të vetës, sepse kime lon këtë fe, kam të prish motori. Edhe zakonisht, kush e tepron në kuptimin e fes, edhe del jashtë rregullave, Kur'anit dhe Sunetit, dhe asaj që shëron dietarët, ai njeri piksoj ngarkesës të madhe ndaj vetes tij, vjen një ditë e lën këtë fe. Pse se s'ka takat me majt. E mon një ditë, e mon një javë, e mon një muaj, e mon një vjet, edhe e lodh veten e vet në fund e lën këtë. Kjo është një. E dyta është do e lën sasin e adhurimit. Se lodhësh fizikisht, të shpirtisht nuk lodhësh, ama fizikisht lodhësh, pse e ngarkon vetën për te mundësive. Edhe vjen momenti për shembull që ti gjithë natën fal namaznate, kur vjen sabah falësh karike. Edhe na vëmë çka është kjo. Namazi natës është vepër e mirë, e madhe, e vlefshme sen. A më se të dëmëton sabahin, sabah është maj madh se namazin natës. është keq kuptim. Andaj, Abdullah ibn Amr ibn Asi, radiallahu anhuma, kur sa ishte i ri, i dha vetës ngarkesë mas ibadetit, çdo ditë falke namaz natë, një ditë agjeronte, një ditë jo. Do thotë, ishte njëri i dhanë mas ibadetit, kur u plak, s'mujke me vazhdu të njëjtën tempo, çka tha? Tha ta kisha marrë parasysh porosin e pejgamberit alayhis salam. Që më tha, edhe falu edhe flej, edhe agjero edhe mos agjero. Domthon, e jepi pak hapësirë edhe nefsit tan, trupit tan, knasive tuja halal. E tha ta kisha marrë këtë porosin e pejgamberit sepse isha i ri, si shalodh me ibadet deri në fund jetës seme. Ama i dhash hujum kur isha i ri, tash kur jam plak s'po muj. Se harxhot kapaciteti. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka bot terbije
që edhe në kuptimin e fesë, po edhe në zbatimin e fesë me qenë mesatar, edhe me izbatu rregullat në përputhje me mundësi që kemi, pa e ngarku veten për te mundësive që kemi. Pse? Se dëmtohet, ja motori na digjet, ja marshi na prishet, kryesore, ja s'mundesh me ecë hiç, ja dush me ecë më thonë me ngadalësi. E kjo është shembull për me kuptu se ajo që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ad-din metin, kjo fe është e fuqishme, fa awghilu fihi bi rifq, henin te me butësi. Kadar, mos u ngut. Jo me shpejtësi, jo me vrasësi, jo me ashmësi, po me butësi. Edhe tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do shfaqen djem të ri, bashkë kështu tekstualisht, djem të ri me ndjelet që do e ngarkojnë veten për te mundësive, gjithë natën dhe falen edhe vazhdimisht lexojnë Kur'an. Pa ai namaz dhe ai Kur'an nuk kalon fytyn e tyre, domethënë nuk kalon në zemër, është formal, është sipërfaqësor, nuk është i brendshëm, nuk është shpirtënor. Edhe thot në fund dalin prej fesë që këta njerëzit, dalin prej fesë shumë shpejt, ashtu si kurse del shigjeta nga harku. Kur ta ngrefin, shtrëngon, edhe shon shpejt del shigjeta nga harku. Dalin prej fesë ashtu si kurse del shigjeta nga harku. Thumë la yauduna fiha dhe mos kthehen prapë. Këto janë paralajmërimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për atë që kanë pa muslimanët mas vdekjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pra që shohim na sot me disa djem të ri. Edhe andaj ky parim për cilin jemi duke folur në objektivave të shariatit është mos më vështirësu njerëzve, kjo s'do të thonë që na mos më fal. Kjo s'do të thonë që na mos më agjeru. Kjo nuk do të thonë që na mos me gratë tonë mos më dal me mbulesë islame. Kjo s'do të thonë që na me hangër kamatën se rond vallaj. Jo, haramet ngelen harame. Mirë po, mënyra se si na e kuptojmë fen dhe si e zbatojmë fen kërkon për nesh një maturi. Edhe mos nxjetim, edhe mos me ngarku veten për te mundësive që kemi. E me punu në përputhje me kapacitetin që kemi, kjo neve na ruan edhe stabilitetin e ecjes në fe, edhe jetë gjatësin brenda fesë. Dhe kështu vazhdojmë në deri në fund jetës, duke qenë besimtar të devotshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj tha Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, Allahu i madhërisëm në këtë obligimet fetare nuk ju ka detyruar për te mundësive që i keni dhe çdo detyrë që va ka dhënë, nëse ajo ju ka bëu juve ngarkesë, atëherë ka dhënë zgjidhje dhe rrugdale si me e shkarkuat si ngarkesë e me e bënë në mënyrën më të lehtëshme, siç e përmenda më herët me agjërimin e me namazin, duke dhënë lehtësimin të gjitha farzet dhe detyrimet. Thot Imam Ibn Ashuri, thot Allahu dhu Gjelal, duke bërë tefsir ditën ajet, thot Allahu dhu Gjelal e ka treguar vlerën e kësaj feje dhe vlerën e besimtarëve që ndjekin këtë fe, duke bi an ja'alahu dinan la haraja fi, se ka dhënë një fe në cilën nuk ka vështirësi. Lianna dhalika yusahilu al-amal bihi, sepse ky fakt e lehtëson zbatimin e fesë në jetën e njeriu. Shife, domthonë këto fakte, këto rregulla që i përmendëm në fillim të agjërimit të namazit si shembull, janë argumentet kryesore që musliman tash e 15 vjet, 15 shekuj selon namazin. Tash e 15 shekuj selon agjërimin, pse? Se është i lehtë. A nëse del dikush për neve dhe Allah, shëmran më falë. Së është? Se 15 shekuj musliman falen. Edhe asku si ka shku menja dhe më dhonë me dhonë se balë mos du të më falë. Pse është e lehtë për tu zbatu. Thot, edhe në përmes këtyre lehtësimeve arrihen objektivat e shariatit, edhe do thot gëzohen besimtarët duke i zbatu ato, dhe këtë dhurat Allahu i madhëshëm e ka përmend në shumë ajete kuranore. Gjithashtu Allahu Gjelal thot në surën Maide ajeti 6, ma yuridu Allahu li yaj'al alaykum min haraj, nuk don Allahu me ju dhon juve vështirësi. Dhe thot Allahu Gjelal në surën Bekara 185,
yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allahu e don për ju lehtësimin dhe nuk e don për juve vështirësinë. Andaj thonë ulemat, prej manifestimeve të mos vështirësisë në shariatin islam është se Allahu i Madhërisht na ka dhënë pak detyra dhe obligime. Me na pas dhënë shumë detyra dhe obligime, do ishte vështirësi për ne dhe do na e dobësonte vullnetin për të zbatuar ato, do na kapte plagështia dhe dembelia dhe nuk do merreshim me punë të mira, por Allahu na ka dhënë pak obligime edhe të mundshme, edhe të lehta, edhe elhamdulillah na vazhdojmë me to. Dhe porosia e fundit, nxitja, domethënë dhe friksimi janë metoda edukative të davetit që na do të më përdor komunikim edhe me fëmijët, po edhe me xhamatin. Her i nxit me ajete që nxisin dhe tregojnë shpërblime, her i frikson me ajete dhe hadithe që ka domethënë friksim për një gabimit apo një vepër të keqe që e bën. Kështu kanë ardhur të nxit, të tregu shpërblimin e një vepre, kanë ardhur të e friksu nga pasojat e një gabimi. Kështu edukohemi të gjithë na që mi shtu punë të mira dhe mi paksu punë të këqija e me vazhdun këtë udhë derisa vjen dita me adorzu amanetin Rabbul Aleminit, duke qenë ai i kënaqur me ne dhe na të kënaqur me Allahun subhanahu wa taala. Pra këto janë mësimet dhe porositë që dalën nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe domethënë na me kaq e përfundojmë këtë mësim tonë, pasi që koha që kishim disponibil na përfundoi, duke lutur Allahun të na e bëjë të bëshme dhe vepra të mira, të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë mezhlis, të tipsojmë këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i Madhërisht na bashkoft me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.